Tash, kryetar komune është një punë e re, edhe normalisht se ne dim se për të punësuar në një punë të re, ti duhet prezantohesh backgroundin tënd, edhe thjesht tash e ke kohën për të prezantuar kush është Emiri për ata që nuk e di. Emir Sulemani është njëri për jush, i rritur në të njëjtat halle, në të njëjtat derte, përndryshe kandidat për kryetar komunën e Zhelinës. Kjo kandidatur apo kjo garë është do të jetë një ide e re, një ndryshim i ri. Përndryshe jam jurist i diplomuar, magjistër i shkencave juridike, me provim jurisprudence, me provim notariatit. Vi nga sektori privat, i kam kalu, mendoj, edhe pse në moshë të re, të di fazat edhe në politikë, mendoj që kam përvoj, pasi që kam fillu prej poshtë, prej një aktivisti thjesht, kryetar këshillit vendor, sot kryetar degët, deri në kandidat për kryetar komune, po edhe në aspektin profesional mendoj që vlerësoj që jam i etabluar, kam menaxhuar apo ende edhe sot menaxhoj kompani private familjare, e formuar në vitin 2005 dhe sot gati 20 vite, vlerësoj që kemi bërë një punë të mirë, një punë shëndosh, një punë familjare dhe jemi këtu ku jemi.